Ne në vitin 2024 në maj e kemi në fuqi kodin e ri doganor, i cili është plotësisht në harmoni me kodin doganor të Bashkimit Evropian dhe ofron lehtësirat e fundit që zbatohen në vendet e BE-s, po përtej kësaj Kosova që nga viti 2017 është edhe vend antar i Organizatës Botërore të Doganave dhe ne jemi bërë edhe pjesë e disa konventave përfshirë konventin e Kjotës që na mundson që të kemi sistemin më të avancuar sa i përket lehtësirave tregtare, një matës që është shumë objektiv dhe i besueshëm është koha e zhdoganimit që bën sekretariati i CEFTA-s në Bruxelles, i cili në kohë reale mat muaj për muaj sa është koha e zhdoganimit në vendet anëtare të CEFTA-s. Kosova e zën vendin e parë tani disa vite me radhë. Domthonë e kem kohën më të mirë sa i përket procesit të zhdoganimit. Besoj që ky është mjeti më adekuat i matjes së performancës.